Po sa është i mbrojtur një i rritur që nuk ka marrë disa nga vaksinat në fëmijëri? A rekomandohen vaksina për të gjitha moshat? Po. Sipas moshës rekomandohen edhe llojet e vaksinave. Që nga dita e parë pas lindjes fillon vaksinimi i fëmijëve tanë me vaksinën BCG edhe vaksinën kundër hepatitit B. Pastaj vaksinat me radhë janë deri në moshën 18 vjeçare japen 13 lloje të vaksinave. Ai personi i cili nuk i ka marrë vaksinat të gjitha ato të fëmijërisë, ai nuk është i mbrojtur plotësisht dhe është i rrezikuar gjatë tërë jetës ndaj atyre sëmundjeve që nuk e ka marrë vaksinën edhe nuk e ka mbrojtje. Ne kemi pas 2 raste të vdekjes me sëmundje vaksin parandaluese, 8 të rriturit, një 23 vjeçar në ka vdek nga fruthi, edhe një 40 vjeçar në ka vdek nga tetanosi, të cilat janë vaksina të janë në përdorim, janë falas, kanë një efektshmëri shumë të lartë, edhe në personi nëse është imunizuar, ka marrë vaksinën, ai është i mbrojtur edhe nëse infektohet, ai shpëton nga vdekja. Fatkeqësisht 2 persona nuk kanë qenë të vaksinuar edhe ka vdek nga një sëmundje vaksin parandaluese, e cila është e papranueshme në kohën e sodit, meqense kemi vaksina në përdorim, janë falas, janë të sigurta, edhe është shumë për ne profesionistë shëndetësorë shumë e papranueshme, e dhëmshme kur një vaksinë e kemi edhe na vdes dikush fëmija apo i rritur ka një sëmundje vaksin parandaluese. Doktorisht, se mund të marrë informacion, si qëndrojnë politikat në këtë aspekt? A duhet patjetër të vaksinohen në mënyrë që të vazhdojnë tutjen shkollimin e tyre? Apo si qëndrojmë në këtë aspekt? A kishe pas qef diçka me përmirësu në këtë hallkë zinxhirore? Po, patjetër. Para se me regjistru fëmiju në shkollë ose në kopsht, patjetër duhet të dëshmohet me kartela vaksinimit sipas udhëzimit administrativ për regjistrim në shkolla, edhe ajo është vaksinat e rregullta, ne i kemi të obliguara me ligj. Meqense është rekomanduar që të gjithë fëmijët të kenë një imunitet kudo që janë, domethënë në shkolla aty ku janë të përqendruar më shumë, të janë shumica e tyre, mbi 95% rekomandohet të jenë të vaksinuar që të mos kemi në atrethi në sëmundje ngjitse. Prandaj është parapo edhe me ligj, dhe në Kosovë që vaksinimi të jetë i obliguar me ligj që mos të rrezikohen popullata nga sëmundjet vdekjepruse. Cilat janë ato vaksinat për grup moshat e treta dhe cila është rëndësia e tyre? Po, vaksina e cila rekomandohet të moshuarit është vaksina e gripit sezonal, e cila japet gjatë sezonës së gripit, ku fillim tetorit vetëm sigurohen vaksinat e gripit edhe rekomandohen grupeve të rrezikut, po edhe popullatës në përgjithësi. Gjithashtu vaksina e Covidit, vaksina kundër pneumokokut, janë disa vaksina që rekomandohet të personat me imunitet më të ulët edhe sidomos të cilët janë mbi 65 vjet. Po, kësa herë ka pas edhe përfshirje më të madhe përveç grup moshave të treta? Kanë qenë punëtorë shëndetësor, personat me gradë shtatzana? Instituti Kombëtar në vazhdimsi rekomandon vaksinimin e personave me rrezik të lartë, të cilët janë personat mbi 65 vjet, personat me sëmundje kronike, gratë shtatzane meqense kanë imunitet më të ulët, punëtorët shëndetësor, meqense edhe bartin sëmundjen edhe vetësëmurën, edhe fëmijët të cilët janë nën 5 vjeç. Këto janë grupet e riskut të cilat rekomandohen për vaksinën e gripit, e tani rekomandohen edhe për vaksinën e Covidit.